Debati i hapur në 15 bashki që kundërshtojnë shkrirjen bëri që kryeministri Edi Rama të ndërpres pushimet në dërmi dhe t'i thërras drejtuesit e pushtetit vendor në një takim. Aty ku në 2 mandate parashikoi rezultatin e 2 palëzgjedhjeve, diskutoi mbi 4 orë me kryebashkiakët. Në Kuç të Vlorës këtë radhë temë nuk ishte gara elektorale, por informimi të zgjedhurve vendor mbi reformën territoriale. Protestat në terren u shfaqën edhe në tryezën e kësaj të mërkurre. Mësohet se i pari që hapi debatin ishte kryetari i Bashkisë së Poliçanit Adriatik Zotkaj. Burimet thanë se ai ka kërkuar sqarim se përse Peqini, Roskoveci dhe VAUTI-s nuk do të shkrihen kur kanë performancë më të dobët se njësia që ai drejton. Madje i ka shtuar se edhe reforma e vitit 2014 nuk solli rezultat pozitiv, duke e përmendur rënien e popullsisë. Në përgjigje, Rama mësohet se i ka tërhequr vërejtje për djegjen e teserave të Partisë Socialiste atje, duke e konsideruar të turpshme dhe se Zotkaj nuk duhej të ishte në takim, por nuk mungoi as kundërpërgjigja. Mësohet se kryebashkiaku e cilësoi mosmirnjohje projektin e PS-s, ku Poliçani të shkrihet dhe t'i bashkohet Beratit. Paturpsin nuk e bëm ne, por ju që po merrni këto vendime, mësohet t'i ketë thënë Zotkaj. Nuk mungoi as shigjetimi ndaj drejtueses së Dimalit dhe e tij të Divjakës, ku Juliana Memaj ishte e para që la takimin. Megjithatë, burimet zyrtare thanë se Rama e konsideron të suksesshme reformën territoriale të vitit 2014. Madje i ka shtuar se me ndryshimet e propozuara, përfitimet do të jenë si në shërbime, administrim efikas, por edhe më shumë kapacitete, ndërsa në njësitë që shkrihen shtoi se do të ketë një nënkryetar dhe se do të kenë statusin e qytetit. Tashmë dokumenti që parashikon shkrirjen e 15 bashkive do të kërkohet të diskutohet me komunitetet, ndërsa në shtator do të nisë shqyrtimi në parlament. Partia Socialiste synon që vendi të ketë 46 bashki, ndërsa opozita propozon kalimin në 100 të tilla.